Se me leje të kryeministrit Albin Kurti, blerjen e varit dhe sheqerit u dhanë 276.000 euro, por kompania që kishte për detyrim të sillte këto produkte nuk i solli fare, ndonë se parat ishin paguar paraprakisht. Ministria Hajdari, e cila 2 herë është ftuar në prokurori për intervistim, por ka refuzuar të flasë duke deklaruar se çështja është sekret shtetëror. Gjitha detajet e procesit i kishte treguar kuzhinieri të kryeministrit Albin Kurtit. Tridi ishte aq i fuqishëm sa të bënte edhe ndryshime në planifikimet e ministrisë. Jo gjithësasia e grurit ka mbërrinë në Kosovë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj ministres në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari, ish zëvendës sekretarit Irfan Lipovica dhe drejtorit të Departamentit për Rezerva Shtetërore Hafiz Gara. Ata akuzohen për veprat penale, keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe zbulim të fshehtësisë zyrtare në rastin e njohur si rasti i rezervave shtetërore. Për ndihmë në këtë vepër penale po akuzohet edhe afaristi Ridvan Muharremi, i njohur ndryshe si Riti. Sipas aktakuzës së prokurorisë, në vitin 2022, qeveria e Kosovës kishte ndarë 10 milion euro për blerjen e produkteve esenciale si grur, vaj dhe sheqer për rezervat shtetërore. Por këto mallra u blen duke u shmangur procedura e hapur e prokurimit. Për shembull, gruri u blen me 193 euro 48 cent për shtrejt, se çmimi mesatar i tregut. Ministri Hajdari dhe drejtori Gara kishin negociuar e më pas edhe kishin nënshkruar kontratë me një kompani turke për blerjen e 10.000 tonëve grur në vlerë prej 4.8 milion euro. Sipas aktakuzës, çmimi prej 480 euro për tonë ishte vendosur në marrëveshje të përbashkët mes ministres, 2 zyrtarëve të ministrisë dhe përfaqësuesit të kompanisë turke, megjithatë jo gjithësasia e grurit ka mbërrinë në Kosovë, rreth 59 tonë më pak se sa ishte e kontraktuar. Në një rast tjetër, për blerjen e vajit dhe sheqerit u dhanë 276.000 euro, por kompania që kishte për detyrim të sillte këto produkte nuk i solli fare, ndonë se parat ishin paguar paraprakisht. Në këtë mënyrë, buxheti i shtetit u shkaktua dëm prej 276.400 euro. Sipas prokurorisë, pagesat janë bërë kundërligjshëm me 100% parapagesë, gjë që nuk lejohet, por lejohet vetëm në rastet e nevojave ushtarake. Përveç këtyre, buxhetit të shtetit i është shkaktuar dëmshtesë prej 607.000 euro përmes 2 aneks kontratave të tjera, të cilat janë shkruar për pagesën e transportit, edhe pse ky shërbim ishte i përfshirë në kontratën fillestare të nënshkruar. Sipas aktakuzës, veprime të pazakonshme ka bërë edhe vetë ministri Hajdari, e cila 2 herë është ftuar në prokurori për intervistim, por ka refuzuar të flasë duke deklaruar se çështja është sekret shtetëror. Në të kundërtën, drejtori i saj, Hafiz Gara, ka pranuar se gjitha detajet e procesit i kishte treguar kuzhinierit të kryeministrit Albin Kurtit, Ridvan Muharremit, i cili sipas prokurorisë ka marrë pjesë në negocimin e kontratave dhe kishte siguruar kontaktet me kompanitë e huaja. Sipas aktakuzës, Ridi ishte aq i fuqishëm sa të bënte edhe ndryshime në planifikimet e ministrisë se çfarë sasia malli duhet të blehet. Në listën e prova materiale janë edhe disa biseda në WhatsApp, të cilat dëshmojnë se ministria kishte planifikuar që t'i blente rreth 90.000 litra vaj për rezervë. Megjithatë, nga këto biseda nuk ishte pajtuar Muharremi. Ky i fundit kishte propozuar që të bleshin 200.000 litra vaj. Fjala e Ridvan Muharremit ishte urdhër për punëtorët e Ministrisë së Tregtisë. Udhëheci i divizionit për rezerva i akuzuari tashmë Hafiz Gara, bazuar në prova, del se kishte përfillur kërkesën e tij dhe ishin porositur 200.000 litra vaj. Një detaj i veçantë në aktakuzë lidhet me shpenzime për drekë dhe darka zyrtare në restorantin e Muharremit të paguara nga buxheti i shtetit në vlerë prej 11.000 euro, prej cilave 517 euro vetëm nga zyra e kryeministrit. Sipas dokumentave, me 15 mars 2022, në ditën kur ishte nënshkruar kontrata me operatorin turk, është bërë edhe transaksioni për dreka zyrtare të organizuara nga vetë kryeministri. Në përmbyllje, prokuroria akuzon se zyrtarët e lartë të Ministrisë së Industrisë, në bashkëpunim me afaristin Ridvan Muharremi, kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerë prej miliona euro, përmes një procesi të mbyllur, të kundërligjshëm dhe të pavarshëm për palë të caktuara. Ndërkaq, Lipovica ngarkohet se në bashkëveprim të plotë me Hajdarin dhe Garën ka marrë vendim për themelimin e komisionit për negocimin e kontratave për blerjen e mallrave për rezerva shtetërore
përkundër se kjo nuk ishte asnjë bazë ligjore. Sipas saktë akuzës, megjithëse ligji për rezerva shtetërore të madrave nuk e parashaj blerjen e grurit, vajit dhe sheqerit si sekret shtetëror, si dhe bazuar në ligjin për prokurim publik, blerja e tyre duhet të bëhej me procedurë të hapur. Vlen të theksohet se me leje të kryeministrit Albin Kurti, kontrata për rezerva shtetërore u klasifikua si sekret. Në një vendim të datës 26 shkurt 2022, Kurti aprovoi kërkesën e ministrës Hajdarit që çështja e rezervave të shtetit të përjashtohet nga procedura e prokurimit dhe të klasifikohet si sekret shtetëror.